Ja, një sekond. Ditë shumë e rëndësishme në të cilën Partia Demokratike mbyll procesin e konstruimit të gjitha institucioneve të saj. Kjo besoj se është e qartë një frymë ripërtritje në tërësi, në zbatim të motos më kryesore të kuvendit që ishte ripërtritja. A është gati Partia Demokratike për të qenë fituese në zgjedhjet e ardhshme me këtë ekip që po votohet sot? Me këtë sot ajo ka një ekip që nuk e ka patur kurrë më parë. Të garantoj që një ekip si ky në kompetencë dhe eksperiencë në formim është ekipi më e pror i kësaj partie në të gjitha kohrat. Dhe këtë ju mund të mirni të shqyrtoni me radhë. Në këtë ekip që ju keni sot para, ka personalitete të cilat kanë publikime në nivelet më të larta botërore. Ka prej tyre personalitete me eksperiencë të madhe në fushën e tyre, në fushën politike, pra unë them se asnjëherë në histori një ekip si ky nuk ka patur. Ka një përfaqësim më të madh se asnjëherë të rive, dhe kjo është direktiva e kuvendit, ka një përfaqësim të zonjave, ka pra një proporcionim të shkëlqyer të gjitha sensitiviteteve, të gjitha potencialeve të kësaj partie. Zoti Berisha ka pasur zëra kritike edhe brenda Partisë Demokratike që ky proces ripërtëritje ndoshta nuk është bërë plot në të gjitha shkallët. Pra, ka shkuar deri tek niveli i sekretariatit apo edhe tek nënkretarët, por kur ka shkuar po themi për shembull tek niveli i sekretarit të përgjithshëm, aty është stopuar ndoshta. Si nuk është, këto zëra janë normale, çdo njeri ka drejt të shpreh mendimin e tij. Por siç e shihni, ne votojmë me 2 kandidatura, votojmë fshehtas dhe njëherë them që kandidaturat e paraqitura para Këshillit Kombëtar janë kandidaturat më do të thosha të pakrahasueshme në kualitetet e tyre me të zgjedhurit e mëparshëm. Do vijoj proces edhe me drejtuesit politik? Urdhroni? Do vijoj ky proces edhe me drejtuesit politik të qarqeve apo nuk do ndryshojnë? Tani, ky është një proces i vazhdueshëm, por gjithçka do jetë doradorës, gjithçka do bëhet, ndryshimet që do dalin nga, sepse ne do presim rezultatet e votimit. Por them dhe njëherë se ka një ripërtritje të thellë të gjithë udhëheqjes drejtuese të Partisë Demokratike të paprecedent. Edhe një pyetje tjetër, zoti Berisha. Po. Ka nga ata që krahasojnë sjelljen tuaj në mbledhje të Këshillit Kombëtar kur prezantoni kandidaturat për sekretariatin me atë që bën Edi Rama kur i njofton ministrat aty në sallë se do jenë ministra. Edhe e krahasojnë këtë me njoftimin që ju bëni kandidat. Jo, e kanë marrë përpara tash. Sa orë përpara, zoti Berisha? Tani sa orë përpara ka kandidat që prit, një minutë. Jo, absolutisht unë nuk di këtë. Ka dëshmi të tyre. Tani një minutë. Tani them unë. Si herën e kaluar si këtë herë. Një minutë, po.
ka një moment, do t'ja them haptas. Për zvoglimin se s'ka asgjë, asnjë arsye tjetër, po për zvoglimin në maksimumin e mundshëm të lobimit, që se nuk e përjashton dot kur, por mbahet një rezervë, se për mua, unë mund t'ja u kisha dhënë ju që në mëngjes. Ato dhe s'kisha asnjë lloj po. Por problemi i lobimit nuk është një problem shqetësues. Jemi kundër lobimit brenda parti. Jam kundër, por nuk e ndalon dot me asgjë. Them atë që sepse një gjë normale ajo nuk mund të them. Kështu që e vetmja gjë, në qoftë se ka mbetur ndonjëri që e ka marrë vesh në sallë, kjo është habi, sepse ata që kur i kanë marrë nga unë, ka patur një porosi të prerë që të njoftohen që të gjithë paraprakisht. Mund të ketë met në një tektuk për një arsye s'ka kap telefonin. Tektuk, po. Jo, tektuk janë ata, themu ty se. Për pjesën e asaj çfarë ndodhi ditën e sotme, ju keni thënë që prisni kritika, jeni demokratik, liberal, në drejtimin e partisë. Plotësisht. Por sot një zë kundër nuk e la të fliste. Jo, e ke gabim, e lash të flasi pa diskutim. Dhe nuk i mohohet as kërkujt, vetëm një gjë. Se pati akuzat forta më pas kur doli nga Po, nëse tani ajo është i lirë, çdo njeri të shpreh mendimin. Po ka një moment. Unë ja thash, edhe asaj dhe çdo antarit të Këshillit Kombëtar, në përputhje me statutin do të gëzoj çdo të drejtë. Do të paraqes rezolut. Paraqitet vetëm se rezoluta në statut është e përcaktuar si paraqitet një rezolut. Apo jo? Do të kemi caktuar antarë sta propozim. Ja, duan këto. Prandaj, asnjë gjë, edhe do të thënë në rastin konkret, unë i kam kthyer një përgjigje sot paradite Ilirianës për kërkesën e saj. Tani, nëse e bëjmë që jashtë statutit, atë nuk është kompetencë imja, të siguroj, detyra ime është të mos i mohoj asnjë të drejtë, asnjë njeriu në përputhje me atë statut që e kemi miratuar bashkërisht. Kjo është, nuk ka asnjë gjë tjetër. Mirë. Ju do ta gdhini sot këtu të prisni rezultatin? Urdhoni? Se do të ikim transparencë. Po që rezultati kështu kod për kod, do presim. Jo, rezultati vetëm një gjë. Rezultatin kjo parti e nxjerr para kamerave. Këtë ka kjo. Kjo ka. Kë votuat për shembull? Kjo Jo, preferencë. ajo është sekret. Por kjo është e vetmja forcë politike që votën e paraqet para jush. Po, e bëjmë këtë. Ne bëjmë Jo te referendumi kryetarit nuk ishin Urdhë? te referendumi kryetarit nuk ishte kaq Po, transparente. të referendumi kryetarit, Se ishin referendumi kryetarit intereson gjithë Shqipërinë, ajo ndryshe apo jo. Megjithatë, a e pe apo jo dolën mbi 1000 sa kundër kryetarit. Po dolën. Jo, ja pra, nuk ishte bile nga 1500 duket edhe i përshtet, po edhe më shumë. Ato janë, nuk ka asnjë lloj, por votat tona tregohen. Kurse ai tjetri që nga 2000 mama gjersot ka ekzekutuar votën. Statutin, partia fituese nuk Jo, nuk ka. Aty s'votohet për asgjë, atë jo, nuk kanë botë kështu, ti je si sigurt. Statut, ajo është parti komuniste. Por ama duhet dish, edhe kjo parti, kur ishte parti e punës, votonte. Votonte natyrisht sipas përcaktimeve, ata e emronin sekretarin e parë, e emronte Enver Hoxha dhe byroja politike, por mblidhej aktive dhe votonin formalisht, por votonin. Kurse këtu nuk ka sekretari i parë dhe Enver Hoxha i tyre nuk e çon fare për votim, e emronë ti e këtu thotë s'ka. Kjo s'ka gjë më antidemokratike. Ndaj dhe janë këto protesta kundër kësaj diktature autokratike të urryer kaq shumë për popullin shqiptar dhe për po tani dhe Europën dhe botën. Faleminderit. Mirupafshim.